Kurani nuk ka zbrit muslimanëve. Gabim është. Kur përmendet fjala Kur'an për herë të parë? Fjala Kur'an për herë të parë përmendet te ajeti 185, udhëzim për njerëzit, nuk po thot për musliman, as për krishterët. Muslimanët e përfaqësojnë aktualisht atë? Tanë e kam timen. Kush je ti ne mund të shkojt, e shkel aty mushafin, Kur'anin që thirrët ne mund të Kur'anit. Pa to s'kam punë me Kur'an, s'kan zot. Zoti Shkupi. Urdhra. S'ka mushafi, se mushafi na mësuan. Ta lojmë pak rritën se rrita. Në qëndrimën e ty kina me bën ndryshe. Zoti Shkupi, jo insistoni në pohimin që libri i shejt i muslimanëve, Kurani nuk ka zbrit muslimanëve. Gabim është. Ne kishim jetuar mashtrimet më të mëdha njëri. Kure si e dallove këtë? Po edhe ti e gjen e lexon e këshir. Nëse shkon kur, për shembull, kur përmendet fjala Kur'an për herë të parë. Fjala Kur'an për herë të parë përmendet te ajeti 185 te surja e ditë që quhet surja Al-Baqara, që këto e quajnë surja e Lopas, po se ka kuptimin surja e Lopas. Surja e parë ka kuptimin e thellë dijes. Dhe aty përmendet, aty shumë e marrë me qartë informacionin. Lajmin e ki aty. Si të beson kush që Kurani nuk erdhi për muslimanët? Vetëm pak. Për profetin Muhammed. Për që lajmin e ki në tekstin originalit, nuk do ta them, do ta them shqip. Ramazani, është një muaj në të cilën u zbrit Kurani. Udhëzimi ka informacione, udhëzim për njerëzit, nuk po thot për musliman, as për krishterët. Muslimanët e përfaqësojnë aktualisht atë? More njerë dhe në mund të thirën, në mund të shkojt, pa jam unë aq, në atë që thirën. Kur kun Kur'an nuk e ki që ti mund është mu martu me 4 gra, po këto e kanë liq mu martu me 4 gra. Dhe nuk, kanë faja ta që e kanë marrë një fe tjetër të Bagdadit. Prandaj e quj feja islame, ekziston, po nuk është e Kur'anit. Fjali islam në Kur'an nuk ka. Ja kanë shtu një elif mas lamit. është eslem. Sa në ti shojnë sot të një argumentoj me faktën e provë. Po të ishte e tillë, çfarë do të bëje ti? Po të ishte Kurani si libri ishte i shkruar në gjuhën arabe, çfarë do të bëje? Të gjo tani. Më tha me herë se unë do të isha i pari që do të bëj. Jo, në thash, nëse Zoti, se këto thojnë Zoti,